Qeveria ka vendosur të zgjerojë mbështetjen për familjet e punonjësve të policisë së shtetit që sakrifikojnë jetën apo posojnë dëmtime të rënda gjatë kryerjes së detyrës. Vendimi i miratuar parashikon jo vetëm kompensim financiar, por edhe programe trajnimi financiar dhe sociale për familjet e tyre. Ndihma e menjëhershme që jepet në rastet e ndaj familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursat të plota arsimore, është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës. Ministri i Brendshëm deklaroi se pas mbylljes së qeverisë dhe sjelljes së efektive të policisë gjatë protestës së zhvilluar prej rreth 2 muajsh ka qenë korrekte dhe në përballje me detyrën institucionale. Policia e shtetit është aty për të zbatuar ligjin dhe për të garantuar sigurinë, përfshi edhe për protestuesit të cilët në drejtën e tyre duan të dalin të protestojnë paqësisht. Por patjetër nga ana tjetër, ato kanë edhe gjithashtu detyrimin të procedojnë çdo kënd që shkel ligjin për agjendat caktuara. Një tjetër vendim që pritet merret lidhet me angazhimin e Shqipërisë në misione ndërkombëtare për Gazën. Ministri i Mbrojtjes bëri të ditur se javët e ardhshme Këshilli i Ministrave do të shqyrtojë dërgimin e trupave shqiptare, fillimisht me oficer shtabi. Shqyrtimi i territorit, rrethanave, kushteve në Gaza, pas atij misioni ne do të dërgojmë oficerët e shtabit që do bëjnë pjesë e forcës ndërkombëtare, e shtabit të forcës ndërkombëtare stabilizuese. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese do bëhet vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Dhe aty do jemi në gjendje pastaj të specifikojmë sa trupa do dërgohen dhe ku do dërgohen specifikisht dhe kush do të jetë misioni konkret që ata do të zhvillojnë. Ministri sqaroi gjithashtu se marrëveshja e UAS prej $300 milionë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përdoren për blerjen e sistemeve dhe pajisjeve të reja ushtarake me synim rritjen e kapaciteteve të forcave të armatosura. Marrëveshja që ju referoni është një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrjen në forcat armatosore të disa sistemeve, pajisjeve dhe mjeteve që forcave të armatosura i duhen për të përmbushur kapacitetet e vendosura nga NATO. Të gjitha shpenzimet që ndodhen në Ministrinë e Mbrojtjes në pjesën e tyre më të madhe shkojnë për modernizimin e forcave të armatosura. Sa i përket samitit të ardhshëm të NATO-s që pritet të zhvillohet në Tiranë, ministri deklaroi se data përfundimtare do të përcaktohet nga vendet anëtare të aleancës.